20 vi! U martove me një varfanjak! Në një nga fshatrat më të begat dhe më të dëgjuar të zonës, aty ku tokat ishin pjellore dhe tregtia lulëzonte, jetonte familja e Gjonit, një tregtar i madh e me emër të rënd. Shtëpia e tyre ishte më e madhja, me rrethime të larta guri dhe një obor të madh që dëshmonte për pasurinë e tyre të pafundme. Megjithatë, brenda atyre mureve luksoze, lumturia nuk ishte e barabartë për të gjithë. Gjoni dhe bashkëshortja e tij kishin 2 vajza, por rritja dhe trajtimi i tyre ndryshonin si nata me ditën. Vajza e madhe, Klea, ishte rritur mes luksit, për këdheljeve dhe bindjes se bota rrotullohej vetëm rreth saj. Ajo ishte një vajzë jashtëzakonisht arrogante, mendje madhe dhe e dhënë pas rrobave të shtrenjta e bizhuterive të shëndritshme. Për Klean, njerëzit e thjeshtë të fshatit apo punëtorët e tokave të babait të saj nuk ishin gjë tjetër veç se qenie inferiore që nuk meritonin asnjë shikim. Prindërit të verbuar nga krenaria ja ushenin këtë ego çdo ditë, duke e parë si pasqyrimin e suksesit të tyre financiar. Nga ana tjetër, vajza e vogël, Elena, ishte krejtësisht ndryshe. Ajo kishte trashëguar një shpirt të pastër, një thjeshtësi të rrallë dhe një ndjeshmëri që e shtynte të ndihmonte këdo që kishte nevojë. Elena nuk kujdesej për mëndafshin apo kthetrat e arit. Ajo kalonte ditët duke ndihmuar në punët e shtëpisë, duke gatuar për punëtorët e lodhur dhe duke u kujdesur për të moshuarit e fshatit që nuk kishin askënd. Por, në shtëpinë e saj, kjo mirësi nuk vlerësohej. Përkundrazi, prindërit dhe motra e madhe e shihnin thjeshtësinë e Elenës si një dobësi karakteri, si një turp për statusin e tyre shoqëror. Me kalimin e viteve, ata filluan ta trajtonin Elenën më shumë si një shërbëtore të nënçmuar sesa si vajzën e shtëpisë, duke lënë gjithmonë në hije dhe duke ngarkuar me punët më të rënda. Një ditë, një mundësi e madhe trokiti në derën e tregtarit. Një nga familjet më të pasura dhe më me ndikim të qytetit të madh, po kërkonte një nuse për djalin e tyre të vetëm. Ky ishte një shans i artë për Gjonin që të bashkonte pasuritë dhe të ngrinte emrin e tij në sferat më të larta të shoqërisë. Pa u menduar gjatë, ai vendosi të rregullonte një martesë për interes. Plani fillestar i Gjonit ishte që të fejonte Elenën, në mënyrë që të mbante Klean pranë vetes në fshat për të menaxhuar një pjesë të pasurisë, ose thjesht sepse mendonte se Elena ishte më e bindur dhe do të pranonte çdo urdhër pa fjalë. Por, kur Klea mori vesh për këtë plan dhe dëgjoi se sa i pasur, modern dhe i fuqishëm ishte djali i qytetit, asaj ju ndes syri nga xhelozia dhe lakmia. Ajo nuk mund të lejonte kursesi që motra e saj e vogël, shërbëtorja e shtëpisë, të ngjitej më lart se ajo dhe të jetonte në një pallat luksoz në qytet. Klea nisi një lojë të pisët manipulimi. Ajo filloi t'i mbushte mendjen të ëmës dhe të atit se Elena do t'i turpëronte në qytet me sjelljet e saj të thjeshta e provinciale, dhe se vetëm ajo, Klea, kishte elitizmin e duhur për atë familje. Për më tepër, për ta larguar Elenën përfundimisht nga rruga dhe për t'u hakmarrë ndaj saj, Klea dhe ëma thurën një plan mizor. Ata i kërkuan babait që ta largonte Elenën nga shtëpia një herë e mirë, në mënyrën më poshtëruese të mundshme. Ata kishin dëgjuar për një burr nga një fshat i largët e izoluar malor, një njeri që përshkruhej si më i varfëri i asaj zone, i reckosur, pa asnjë pronë dhe pa asnjë të ardhme. Me zemër të gurët dhe të udhëhequr nga mendjemadhësia, prindërit morën vendimin fatal. Do ta martonin Elenën me forcë me atë varfanjak të panjohur. Ky nuk ishte thjesht një martesë, ishte një dënim i llogaritur mirë për ta thyer shpirtërisht Elenën, për ta hequr qafe nga trashëgimia dhe për t'i treguar se vendi i saj ishte në llumin e shoqërisë, ndërsa Klea do të shkëlqente në luks. Elena u mbyll në dhomën e saj, duke qarë pa shpresë, ndërsa jashtë dhomës së saj dëgjoheshin të qeshurat triumfuese të motrës dhe përgatitjet për ta dëbuar përgjithmonë. Dita e mallkuar e martesës erdhi e ftohtë dhe e zymt, pa asnjë shenjë gëzimi apo feste në shtëpinë e tregtarit Gjon. Nuk kishte muzika popullore, nuk kishte tupan e as valle që zakonisht shoqëronin dasmat e vajzave të tregtarëve të pasur. Për fshatin, ky nuk ishte një gëzim, por një ekzekutim publik i dinjitetit të Elenës.
në mes të oborrit të madh prej guri, pikërisht siç shihet në imazhin e Image 55D1A3 PG. Skena ishte e mbushur me një mizori të patregueshme. Elena qëndronte në këmbë, e thyer plotësisht shpirtërisht. Ajo nuk kishte veshur një fustan nuseje prej mëndafshi, por rroba të thjeshta e të vjetra shtëpie. Me të dyja duart shtrëngonte pas kraharorit të saj një thas të thjesht lecke, ku kishte futur me nxitim pak rroba të vjetra dhe kujtimet e vetme të fëmijërisë. Kjo ishte e gjithë paja që familja e saj kishte pranuar t'i jepte. Lotët i ridhnin në rrëke mbi faqe dhe dënesa e saj e mbytur mund të dëgjohej deri jashtë rrethimit të shtëpisë. Përballë saj, në anën tjetër të oborrit, qëndronte dhëndri i panjohur, Iliri. Ai ishte veshur me një xhaketë të vjetër, të bërë pis nga rruga e gjatë, dhe pantallona të thjeshta që dëshmonin jetën e një varfanjaku. Ai qëndronte i palëvizur me trupin drejt dhe një fytyrë serioze, pothuajse të gurtë. Sytë e tij nuk reflektonin as frikë as turp. Ai thjesht vështronte rreth e rrotull oborrit me një qetësi të mistershme që askush nuk po e kuptonte. Por ajo që e bënte skenën edhe më çnjerëzore ishte sjellja e familjes së saj, ashtu siç dallohet qartë në imazh. Nëna dhe motra e madhe, Klea, së bashku me të afërmit e tjerë me ndjemdhenj, ishin mbledhur te pragu i shtëpisë. Në vend që të ndjenin dhimbje për vajzën që po dëbonin, ato po shëkatronin nga gazit. Klea, e veshur me të zeza dhe me një buzëqeshje të ligë në fytyrë, e zgjaste gishtin drejt Elenës dhe Ilirit, duke i treguar me përbuzje përpara të gjithë fshatit. Shikojeni pak nusen e madhe, bërtiti Klea me zë të lartë që ta dëgjonin të gjithë punëtorët e oborrit. Shikoni se çfarë burri dinjitos të gjeti babai. Një lypsar që nuk ka asku të fus kokën. Shko tani, Elena, shko jeto në lumë ashtu siç ke dëshirë, se pallatet e qytetit dhe luksi janë bërë vetëm për zonja si unë. Nëna e saj, duke qeshur me të madhe pranë Kleas, shtoi pa asnjë pikë mëshire. Kjo është jeta që meriton për thjeshtësinë tënde të trash. Mos u kthe më kurrë në këtë derë, sepse për ne ti tashmë je e vdekur. Fshatarët dhe punëtorët që qëndronin anash ulnin kokën të turpëruar nga kjo skenë, duke ndier një keqardhje të thellë për Elenën e mirë, por askush nuk guxonte të ngrinte zërin kundër tregtarit të fuqishëm. Iliri nuk tha asnjë fjalë. Ai nuk u kundërpërgjigj, nuk u nxeh dhe as nuk i uli syt përpara talljeve të tyre. Me një lëvizje të ngadalt dhe plot dinjitet, ai bëri hapa para drejt Elenës që po dridhej nga të qarët. Pa e parë fare familjen e saj, ai zgjati dorën e tij të ashpër dhe me shumë butësi i mori thasin nga duart për t'ia lehtësuar peshën. Eja me mua, i tha ai me një zë të ulët, por çuditërisht të ngrohtë dhe të sigurt. Elena, mes lotëve dhe dëshpërimit, hodhi një vështrim të fundit të dhimbshëm drejt shtëpisë ku u rit, drejt prindërve dhe motrës që po vazhdonin ta tregonin me gisht duke qeshur pas shpinës së saj. Ajo ktheu trupin dhe nisi të ecte në këmbë pranë burrit të saj të varfër, duke lënë pas pasurinë e kirurgjosur mbi mjerim shpirtëror, pa e ditur se kjo rrugë drejt të panjohurës do të ishte fillimi i një kthese që familja e saj mendjemadhe nuk do ta imagjinonte dot kurrë. Rruga drejt fshatit të Ilirit ishte e gjatë, e lodhshme dhe pothuajse tërësisht në heshtje. Elena ecte me kokën ulur, me lotët që ishin tharë mbi faqe, por me një peshë të rëndë në kraharor. Çdo hap që bënte larg shtëpisë së saj prindërore, ishte një hap drejt një të ardhmeje të panjohur dhe të frikshme. Ajo hidhte vështrime të fshehta drejt Ilirit. Ai ecte përpara saj, duke mbajtur thasin e saj të rrobave me një lehtësi të çuditshme, pa u ankuar asnjëherë për lodhjen apo për rrugën e prishur me baltë. Kur nata filloi të bjerë, ata arritën në periferi të një qyteti tjetër, në një zonë të izoluar ku shtëpitë ishin të rralla dhe të vjetra. Iliri ndaloi përpara një shtëpize të vogël prej guri e druri, me çati të dëmtuar dhe një obor të thjeshtë që ndriçohej vetëm nga drita e hënës. Kjo është shtëpia ime, tha Iliri me të njëjtin zë të qetë, duke hapur derën e vjetër të drurit që kërciti me zhurmë. Nuk është pallat si ai i babait tënd, por këtu je e sigurt. Brenda, shtëpia ishte krejtësisht modeste. Një tryez druri e vjetër, 2 karrige, një vatër zjarri dhe një krevat i thjesht në qoshe.
Për një vajzë të rritur në shtëpinë e një tregtari të pasur, ky vend dukej si një dënim me vdekje. Çdo vajzë tjetër në vendin e saj, e rritur mes luksit si motra e saj Klea, do të kishte shpërthyer në britma, mallkime dhe skena histerike. Por Elena nuk ishte si të tjerat. Ajo fshiu edhe ato pak pika loti që I kishin mbetur, mori një frymëmarrje të thellë dhe shikoi rreth e rrotull. Në vend që të ankohej, ajo përveshi mëngët. Që atë natë, Elena mori një fshes të vjetër dhe filloi të pastronte pluhurin. Iliri e vështronte në heshtje, me një shkëlqim të çuditshëm në sytë e tij, teksa ndeste zjarrin në vatër për ta ngrohur. Në ditët dhe javët që pasuan, jeta e tyre mori një rrjedhë të thjeshtë por intensive. Iliri largohej herët në mëngjes, I veshur me rrobat e tij të punës, duke I thënë Elenës se po shkonte të bënte punë të rënda krahu në qytet për të siguruar bukën e gojës. Elena mbetej vetëm, por nuk rinte kurrë duar kryq. Ajo filloi të kujdesej për atë shtëpi të vogël, me të njëjtën dashuri dhe për kushtim që do të kishte për një kështjell. Gatuante me ato pak ushqime që Iliri sillte në darkë, pastronte, çepte rrobat e tij të grisura dhe madje mbolli disa lule në oborrin e vogël për t'i dhënë pak jetë asaj shtëpize të zymt. Ajo që e habiti më shumë Elenën ishte sjellja e Ilirit. Pavarësisht se nga pamja dhe rrobat dukej si një njeri I thjeshtë I varfër, sjellja e tij ishte ajo e një gjentelmeni të vërtetë. Ai nuk bërtiste kurrë, nuk urdhëronte dhe tregonte një respekt të jashtëzakonshëm ndaj saj. Sa herë që ulej në tryez, ai priste që Elena të ulej e para. Kur kthehej I lodhur, gjëja e parë që bënte ishte të pyeste nëse ajo kishte ftohtë apo nëse I mungonte diçka. Çdo darkë, përpara se të flinin, ai insistonte që Elena të merrte krevatin e vetëm të shtëpisë, ndërsa vetë shtrihej mbi një cerk të thjeshtë pranë vatrës, duke thënë: "Ti je mysafirja dhe gruaja ime, dhe dinjiteti yt vjen para rehatisë sime." Me kalimin e kohës, Elena filloi të ndjente një respekt dhe një ngrohtësi të thellë për këtë burr. Ajo e kuptoi se varfëria e tij e jashtme nuk kishte asnjë lidhje me pasurinë e tij shpirtërore. Ndryshe nga familja e saj, që kishte xhepat plot, por shpirtin e kalbur nga ligësia, Iliri kishte një zemër të artë. Ajo filloi ta priste me padurim kthimin e tij në darkë, duke ndarë me të biseda të gjata pranë zjarrit. Elena u bind plotësisht se, edhe nëse do t'i duhej të jetonte gjithë jetën në atë varfëri, ajo do të ishte e lumtur pranë një njeriu që e vlerësonte dhe e respektonte si askush tjetër më parë. Ajo që Elena nuk dinte, ishte se çdo buzëqeshje e saj e sinqertë, çdo pjatë gjelle e gatuar me dashuri dhe çdo fjalë mbështetëse që I jepte Ilirit kur ai falej sikur ishte I lodhur, po testoheshin me kujdes. Iliri po e vëzhgonte çdo detaj, duke parë pastërtinë e shpirtit të saj të pakushtëzuar nga paratë, dhe brenda vetes po përgatiste kthesën e madhe që do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Një mëngjes, pasi kishin kaluar plot 2 muaj nga ajo ditë e tmerrshme në oborrin e tregtarit, Iliri nuk u vesh me rrobat e tij të zakonshme të punës. Ai u zgjua pak më vonë se zakonisht dhe, me një buzëqeshje të lehtë që rallëherë ja shite në fytyrë, ju afrua Elenës. "Elena", I tha ai me zërin e tij të ngrohtë, "sot nuk do të shkoj në punë. Dua që të vëresh rrobat më të bukura që ke në atë thasin tënd të thjeshtë dhe të bëhesh gati. Do të shkojmë së bashku në qytetin e madh. Kam diçka shumë të rëndësishme për të treguar." Elena u habit, por besimi I saj tek Iliri ishte tashmë I palëkundur. Ajo veshi një fustan të thjeshtë, por të pastër e të hekurosur mirë, I krehu flokët bukur dhe u bë gati. Kur doli në obor, pas se Iliri kishte veshur një këmishë të bardhë dhe një xhaketë që, ndonëse nuk ishte e re, duke çuditërisht elegante mbi trupin e tij të gjatë të bëshëm. Për herë të parë, Elena vuri re se ai kishte qëndrimin e një njeriu me autoritet të lindur, e jo të një punëtori të thjesht krahu. Ata morën një autobus që I çoi drejt qendrës së qytetit të madh, aty ku ndodheshin ndërtesat më të larta dhe më luksoze. Ndërsa ecnin nëpër bulevardin kryesor, Iliri ndaloi përpara një rrethoje të madhe hekuri, brenda së cilës ngrihej një nga ndërtesat më moderne dhe më të shtrenjta të gjithë zonës. Selia e një kompanie të fuqishme investimesh dhe ndërtimi, që kontrollonte pothuajse gjithë tregtinë e rajonit.
Elena e njihte atë emër. Madje edhe babai i saj, tregtari i fuqishëm John, kishte ndërruar gjithë jetën të bënte biznes me pronarin e asaj kompanie, të cilin askush nuk e kishte parë kur publikisht, pasi lëvizte gjithmonë me makina të zeza dhe mbrohej nga sigurimi. Pse ndaluam këtu, Ilir? Pyeti Elena e pasigurt, duke parë rojet e armatosura të dera. Këtu nuk na lejohet të hyjmë. Iliri nuk ju përgjigj me fjalë. Ai thjesht i mori dorën, ja shtrëngoi me butësi dhe nisi të ecte drejt hyrjes kryesore. Elena ndjeu se si po i merrej fryma nga frika, duke pritur që rojet i dëbonin me bërtitje apo me dhunë. Por ajo që ndodhi në sekondat në vijim e la atë krejtësisht të ngrirë. Sa po u afruan te pragu, shefi i sigurimit dhe të gjithë rojet e rreshtuar hoqën kapelat, u drejtuan dhe u përkulën me respektin më të thellë përpara Ilirit. Mirë se erdhët, zoti Ilir, tha shefi i sigurimit me zë të lartë dhe të prerë, duke hapur dyert e mëdha prej xhamit të ndërtesës luksoze. Elena shikonte rreth e rrotull e shokuar. Ndërsa ecnin nëpër korridoret e shtruara me mermer të shëndritshëm, punonjësit me kostume të shtrenjta ndalonin punën, ngriheshin në këmbë dhe përkuleshin me nderim përpara tyre. Ata hipën në një ashensor privat prej xhami dhe u ngjitën në katin më të lartë, aty ku ndodhej zyra më e madhe e ndërtesës, me pamje nga i gjithë qyteti. Në mes të zyrës qëndronte një tryez e madhe prej druri të zi, e mbuluar me dokumente të rëndësishme shoqëruar me vula ari. Një sekretare elegante hyri me nxitim duke sjell 2 kafe dhe u shpreh. Zoti Ilir, dokumentet e fundit të investimeve janë gati për firmën tuaj. Dhe kjo duhet të jetë zonja juaj, bashkëshortja e re? Ajo u kthye nga Elena me një buzëqeshje plot respekt. Iliri i bëri me shenjë që sekretarja të largohej dhe e la derën të mbyllej. Ai u kthye nga Elena, e cila kishte sytë e mbushur me lot habje dhe nuk po arrinte të nxirrte asnjë fjalë nga goja. Më fal që të gënjeva, Elena ime, tha ai me zë të ulët, duke ju afruar dhe duke i marrë duart në të tijat. Unë nuk jam Iliri i varfër e pa asnjë shpresë që familja jote dëboj me përbuzje. Unë jam pronari i kësaj kompanie dhe i gjithë kësaj pasurie që sheh rreth teje. Elena tundi kokën, ende e paaft për ta besuar. Por, pse? Pse u veshe si varfanjak? Pse jetuam në atë shtëpi të vjetër? Iliri mori një frymëmarrje të thellë dhe shikoi nga dritarja e madhe. Gjithë jetën time kam qenë i rrethuar nga njerëz materialist. Elena, nga gra që shinin vetëm llogarinë time bankare, nga tregtar si babai yt që shisnin edhe shpirtin për një kontratë, dhe nga njerëz me ndjemdhenj si motra jote që të vlerësojnë vetëm nga rrobat që ke veshur. Isha i lodhur nga kjo botë e rreme. Vendosa të bëja një premtim. Do të gjeja një grua që do të më donte për atë që jam në shpirt, dhe jo për paratë e mia. Ai u kthye sërish nga ajo dhe i fshiu një pikë loti që i rodhi mbi faqe. Kur dëgjova për historinë tënde, për mënyrën se si familja jote të trajtonte si shërbëtore, sepse ishe e thjesht dhe me shpirt të pastër, pranova të luaja lojën e tyre. U vesha si i varfër dhe erdha në oborin tënd. Kur pash se si të dëbuan, dhe se si ti, pavarësisht dhimbjes dhe varfërisë sime të rreme, nuk u ankove kur. Pastrove atë shtëpi të vjetër, gatove me dashuri dhe më respektove çdo ditë pa kërkuar asgjë në këmbim, atëherë e kuptova. Ti je pasuria ime më e madhe, Elena. Ti kalove testin e një shpirti të pastër, dhe tani, çdo gjë që unë zotëroj, të përket edhe ty. Elena shpërtheu në lot gëzimi dhe e përqafoi Ilirin me sa fuqi që kishte. Këtë herë, lotët e saj nuk ishin nga dhimbja apo turpi i asaj dite të tmerrshme në obor, por nga lehtësimi se drejtësia ekzistonte dhe se jeta e saj me këtë njeri të mrekullueshëm sapo kishte filluar. Nuk thon kot se rrota e fatit rrotullohet për të gjithë, dhe për familjen e tregtarit John. Ajo rrot filloi të lëvizte tepër shpejt dhe në drejtimin e gabuar. Gati 6 muaj pas dëbimit mizor të Elenës, perandoria financiare e Johnit filloi të shembej si një kështjell rëre. I verbuar nga lakmia, babai i saj kishte hyrë në disa investime jashtëzakonisht të rrezikshme, duke marrë borxhe dhe kredi të mëdha me shpresën për të dyfishuar pasurinë e tij. Për më tepër, fejesa e shumë përfolur e Kleas me djalin e pasur të qytetit,
doli të ishte një mashtrim i madh. Ajo familje jo vetëm që nuk kishte pasurinë që premtonte, por përdori emrin e Gjonit për të mbuluar borxhet e veta, duke lënë familjen e Elenës të zhytur në falimentim total. Brenda pak javësh, banka dhe kreditorët bllokuan pronat e tyre, sekuestruan shtëpinë e madhe me rrethim guri dhe i lanë ata pothuajse në mes të rrugës. I dëshpëruar dhe pa asnjë rrugdalje, Gjoni mësoi nga disa miq se vetmja shpresë për të shpëtuar nga burgu dhe për të rifilluar jetën ishte të kërkonte një audiencë me pronarin e madh të kompanisë së investimeve në qytet. Të njëjtin njeri të fuqishëm që kontrollonte tregun dhe që kishte fuqinë të blinte ose të falte borxhet e tyre. Me kokën ulur, të veshur me rrobat më të mira që u kishin mbetur, por që tashmë dukeshin të vjetruara, Gjoni, bashkëshortja e tij dhe Klea mendjemadhe morën rrugën drejt zyrës qendrore të kompanisë. Klea, e cila dikur ecte me hundën përpjet, tani dridhej nga frika se mos përfundonte në varfëri të plot. Kur mbërritën në katin e fundit të ndërtesës luksoze, sekretaresha i ftoi të hynin brenda zyrës së madhe me pamje nga qyteti. Gjoni hyri i pari, duke mbajtur kapelen në dorë në shenjë nënshtrimi, i ndjekur nga e ëma dhe Klea që nuk guxonin as të ngrinin syt. I nderuar zotëri, filloi Gjoni me zë të dridhur, pa e parë ende mirë njeriun që qëndronte pas tryezës së madhe prej drurit të zi. Kemi ardhur t'ju kërkojmë një mundësi, një kredi ose një ndërmjetësim për borxhet tona. Jemi në mëshirën tuaj. Nga pas tryezës u dëgjua një zë i qetë, i ftohtë, por tmerrsisht i njohur. Në mëshirën time, apo në mëshirën e një lypsari që nuk ka ku të fusë kokën? Gjoni, nëna dhe Klea ngrinë në vend. Ata ngritën sytë e tyre të shokuar. Pas tryezës, i veshur me një kostum elegant të qepur me porosi, qëndronte i liri. Pamja e tij ishte plot autoritet dhe dinjitet, por tronditja më e madhe erdhi kur pan derën anësore të zyrës që u hap. Prej andej doli Elena. Ajo ishte e veshur me një fustan të mrekullueshëm prej mëndafshi, me flokët e kapur bukur dhe rrethuar nga një shkëlqim që rezatonte vetëm mirësi dhe paqe. Klea lëshoi një britm të mbytur dhe vuri duart në gojë, duke u zmbrapsur prapa sikur të kishte parë një fantazmë. Nëna e saj u zverdh aq shumë sa dukej se do të zbytej në dysheme, ndërsa Gjonit i rahu kapela nga dora. E Elena, i lirë, bëlbëzoi Gjoni, me zërin që mezi i dilte nga fyti. Si është e mundur? Ti ishe një varfanjak. Unë isha njeriu që ju zgjodhët të përbuznit, tha i liri duke ecur përpara dhe duke u ndalur pranë Elenës, duke i hedhur krahun rreth belit. Erdha në oborin tuaj me rroba të thjeshta, për të parë se çfarë fshihej në shpirtrat tuaj. Dhe ju më tregat gishtin, qeshët me mua dhe dëbuar vajzën tuaj të vogël me një thas lecke. Vetëm sepse mendonit se unë isha i varfër. Sot, çdo gjë që ju keni humbur, dhe çdo gjë që unë zotëroj, është nën emrin e Elenës. Klea, e thyer totalisht nga turpi dhe xhelozia, ra në gjunjë me lot në sy, duke mos gufuar as ta shite në sy motrën e saj që dikur e trajtonte si shërbëtore. Nëna filloi të qante, duke kërkuar falje mes dënese. Elena bi, na fal, ishim të verbuar. Elena i vështroi ata. Në sytë e saj nuk kishte urrejtje, as dëshirë për hakmarrje, por vetëm një keqardhje të thellë për rënien e tyre shpirtërore. Ajo ju afrua të atit, u ullë për tokë dhe i mori kapelen e rënë, duke ja vendosur sërish në dorë. Unë nuk do t'ju lë në rrugë, tha Elena me zërin e saj të ëmbël e plot dinjitet. Iliri do t'i paguaj borxhet tuaja, dhe shtëpia juaj nuk do të sekuestrohet. Por, që sot e tutje, ju do të punoni në firmat tona si punëtor të thjesht, me pak të barabartë si të gjithë të tjerët. Do të mësoni të vlerësoni djersën, thjeshtësinë dhe njerëzit që punojnë tokën. Gjoni dhe e ëma ulën kokën të turpëruar, duke pranuar dënimin më të madh që mund t'u jepte jeta, jo dhunën, por mirësinë e njeriut që kishin në përmbushur. Ata dolën nga zyrat e heshtur, duke kuptuar përgjithmonë mësimin e madh të jetës. Se pasuria e vërtet nuk fshihet kur te xhepi apo te rrobat e shtrenjta, por te pastërtia e shpirtit dhe te mënyra se si trajton ata që kanë më pak se ti. Elena dhe Iliri mbetën në zyrë, të bashkuar dhe më të fortë se kurrë,
gati për të filluar një jetë të gjatë e të lumtur së bashku.